Përshëndetje të shtrenjtët e mi, mirë se vini në Golden Truth Tarot. Dhe tani, le të fillojmë me parashikimin e muajit prill për shenjën e shigjetarit. Shigjetar në javën e parë të prillit, shikoj plane për të udhëtuar, plane për të larguar, për të emigruar, për të ikur në një vend tjetër, për të ndryshuar ambient, pavarësisht se çfarë mund të dëgjoni për sa i përket politikave në vende të ndryshme të botës, prapë shikoj që ju nuk keni frikë. Përkundrazi, ju shoh shumë optimist, ju shoh me disa ide të qarta, shikoj që një impakt mjaft pozitiv do të kenë edhe persona rreth jush që do t'ju shtynë në këtë drejtim, nëse keni miq që jetojnë në vende të tjera, familjar që jetojnë në vende të tjera të botës. Për disa shigjetar mund të jetë një partner ose një partnere që jeton larg ose ka eksperiencë, ka jetuar më përpara në një vend të huaj apo ka dy shtetësi me një vend tjetër dhe do t'ju flas, do t'ju rekomandoj, të thotë mund të ikim, të shkojmë diku, është më mirë atje, jemi më të sigurt, cilësia e jetesës është më e mirë. Këto biseda do fillojnë rreth hënës së plot, që është me datë 2 prill. Kjo hënë e plot në peshore më tregon që planet nuk do t'i keni vetëm, po planet do t'i keni në bashkëpunim me njerëz të tjerë. Dikush do nxitet nga familja, nëse keni familjar që jetojnë jashtë, dikush nga shoqëria, dikush nga personi i zemrës. Sido që të jetë situata për ty në mënyrë specifike, nuk do të kesh frikë, nuk do të kesh frikë nga çfarë do dëgjosh, nuk do të kesh frikë nga çfarë po ndodh në botë, ti prap je si shigjetar, je i gatshëm që të marrësh riskun e një aventure, e një ndryshimi, e një situate komplet tjetër. Po duhet keni parasysh shigjetar që në këtë periudhë, 2 javët e para, sidomos të prillit, kemi disa planete në dash, dhe kjo është energji e fortë të zjarri, sidomos me datë 9, kur Marsi, planeti që lidhet me agresivitetin, me mënyrën se si ne marrim vendimet, iniciativat, me atë shpirtin ton luftarak, futet në dash dhe duke qenë në energji zjarri, një lloj si ju, ndonjëherë ju bën që t'jeni shumë euforik, shumë të nxituar, shumë pa i menduar gjërat mirë, thjesht të iki, të largohen. Edhe nëse situata nuk është ideale në vendin ku jeton momentalisht, të duket sikur është përkeqësuar brenda natës, pra nuk i gjen dot asnjë gjë pozitive, se i vetmi fokusi është që të të shkëputem, të largohem nga këtu ku jam. Aq më tepër pastaj, nga data 15 në javën e dytë, edhe Mërkuri, planeti që lidhet me komunikimin, lidhet me mënyrën se si ti arsyeton, se si logjikon, futet po prap në dash, në energji zjarri. Dhe këtu e shikoj akoma më të fuqishme këtë nevojën për të larguar. Dhe mund të ndodhë në javën e dytë që edhe përditshmëria t'ju bezdis në vendin ku jeni. Thoni, këtu ka shumë trafik, këtu ka padrejtësi, këtu asgjë nuk funksionon siç duhet, këtu nuk po fitoj sa ç'duhet, këtu ngela në punë, nuk po e shijoj dot jetën, çfarë cilësie jete kam për veten, po për fëmijët, po për persona të tjerë. Pra do të mendosh shumë gjëra dhe gjithçka në përditshmëri do të duket e vështirë, do të duket kjo është një formë që do ta përdorni më shumë për të bindur veten tuaj që ky është vendimi i duhur për t'u larguar, për t'u distancuar. Dhe mund të jetë një vendim i mirë për disa shigjetar, për të tjerë e rëndësishme është që ti të marrësh kohën që këto vendime të jenë vendime të tuat, jo të nxitura nga çfarë dëgjon, qoftë nga politikat e ndryshme, qoftë nga rrjetet sociale, qoftë nga shoqëria, nga të tjerë, dhe të jetë një vendim që ti e merr sepse ti je bindur dhe i ke arritur në konkluzion që ky është opsioni më i mirë, shkëputja, distancimi dhe rifillimi i jetës diku tjetër. Megjithatë, në një nivel më të ulët për disa shigjetarë, sepse sigurisht jo të gjithë shigjetarët do arrijnë që të shpërngulen, për të tjerët ndryshimi është i nevojshëm dhe mund të jetë një ndryshim duke filluar nga ndryshimi i vendit të punës, nëse ke pakënaqësi, në ndryshimin e vendit ku jeton, nëse
jeton me ke një banesë që e ke me qira, do të shpërngulesh të shkosh në një zonë tjetër, apo të marrësh një ambient që është më i rehatshëm për ty, do të do të jesh në rrugën e dur, pra do të bësh disa zgjedhje, do të bësh disa opsione se si ta rregullosh situatën në favorin tënd. Unë do të rekomandoja, duke qenë se janë shumë planete në gjatë këtyre 2 javëve të para, sidomos, shumë planete janë në dash, e mira do të ishte mos udhëtoje në këtë javë, se mund të ketë trazira, mund të ketë gjasat e aksidenteve në këtë kohë, janë më të larta, gjasat e konflikteve janë më të larta, gjasat që të ketë ndonjëherë energjia e dashit lidhet edhe me shpërthime, vonesa, vështirësi gjatë udhëtimeve. Nëse ti do të planifikosh, do të shikosh çfarë të duhet, çfarë dokumentash e gjithçka tjetër, okay, por fluturime, sidomos për argëtim ose thjesht për pushime, nuk është ideale në këtë periudhë. Më mirë të jesh në vende që janë afër, që ti mund të lëvizësh ndoshta me makinë ose edhe në qytetin ku ti jeton, në këtë mënyrë të kesh mundësi kursimi, mos të shpenzosh më shumë se ç'duhet, por edhe të jesh afër, nëse diçka ndodh të kesh mundësi të kthehesh sërish shpejt dhe mos të mbetesh diku bllokuar diku. Kurse java e tretë do të jetë një javë e mirë për ju, se shikoj një situatë ngarkese, një situatë stresi që do të hiqet, do t'ju largohet shigjetar. Mund të jetë pjesë e këtyre planeve, këtyre bisedave, mund të shikoni që gjërat nuk janë realisht aq të vështira, aq të zymta sa që mund të paraqiten, se për një kohë ju shikoj që jeni alarmuar disi. Po, kjo mund të ketë ndodhur duke filluar nga shkurti, nga fillimi i vitit, ka pasur momente gjatë 2026-s, edhe në mars, ka pasur disa momente ku mund të kesh ndjerë një lloj mbingarkese dhe mbingarkesë psikologjike, shumë gjëra që kanë ndodhur njëkohësisht, gjëra që janë të tuat, personale, që lidhen me familjen tënde, por edhe shqetësime që mund të kenë të bëjnë me shëndetin tënd, për disa shqetëtarë, shqetësime që kanë të bëjnë me një person të familjes që mund të ketë pasur shqetësime nga ana shëndetësore. Dhe sikur janë mbledhur disa gjëra kanë ndodhur nga fillimi i 2026-s deri në javën e 3 të prillit, ku më në fund të duket sikur ai tersi, ai bllokimi, ato gjërat e vazhdueshme do të ndalojnë dhe situata do të vi duke u përmirësuar. Se shikoj një bare madhe që të hiqet nga shpatullat, një lloj lehtësimi. Ky lehtësim mund të jetë për shëndetin tënd, se mund të jesh shumë më mirë nga ana shëndetësore, mund të ketë bëj me një situatë në familje, mund të ketë bëj me këto vendimet për tu shpërngulur, çfarëdo qoftë për ty situata në mënyrë specifike është drejt përmirësimit. Dhe një lajm i mirë mund të vijë mbas datës, i parasysh me datë 19 prill, kemi hënën e re në dash, dhe ky është fillimi i një cikli të ri, sepse është shenja e parë e zodiakut, jemi pikërisht në fillimin e sezonit të ciklit hënor, hëna e parë në dash, dhe për ty është një fillim pozitiv, ku ke mundësi të fokusohesh tek gjërat që ti do. Nëse ke sakrifikuar dhe ke menduar shumë për të tjerët dhe ke bërë shumë për të tjerët, tani ka ardhur momenti që të mendosh për nevojat e tua shigjetar, për atë çfarë ty të bën të ndihesh mirë. Shikoj që përmirësimi do të vijë dhe ka të bëjë me anën tënde financiare. Do ta ndjesh këtë gjë në javën e fundit, ku nga data 20 prill futemi në sezonin e demit, dhe sezoni i demit ka një fokus të madh tek parat, tek financat, tek gjithçka që ne e konsiderojmë me vlerë. Dhe përveç kësaj, në javën e fundit ne kemi dhe ndryshimin e madh të Uranit, që mbas 7 viteve në dem kalon në shenjën e binjakëve me datë 26 prill. Dhe çfarë sjell Urani, duke qenë se është shenja, binjakët janë shenja e kundërt me ju,
Impakti është i fuqishëm për ju si shigjetar. Kjo sjell një transformim në mënyrën se si ti e shikon jetën, se si ti e shikon gjërat, të bën që të kesh dëshirën për mënyra se si ti mendon ndryshon totalisht, mënyra se si ti udhton, mënyra se si ti i merr vendime, të jesh më tepër në atë autenticitetin tënd, pa pasur rëndësi se çfarë bëjnë të tjerët, të jetosh lirinë tënde, do të jetë shumë e rëndësishme për ty pas datës 26. Dhe pjesë e kësaj lirie është shumë e rëndësishme, është liria financiare. Dhe shikoj lajme të mira që vinë për ty shigjetar në fund të prillit, ku mund të vi ose në formën e një rritje rroge, ose në formën e një vendi të ri pune, ose në formën e një rritje në detyrë, ose të një shpërblimi, të një bonusi, një projekt, një punë dytësore për dikë, mund të vi në formën e një trashëgimie, ose mund të vi në formën e një shumë parash që të detyroj dikush që ta kthen, pra çfarëdo qoftë, specifikisht për ty është shumë pozitive dhe është diçka praktike, diçka financiare, monetare që do të të ndihmojë në realizimin e këtyre ëndrave, këtyre planeve dhe dëshirave që ti ke për të ardhmen tënde. Mund të vi si ndihmë edhe nga partneri ose partnerja, nga personi, duke qenë se Urani është në binjak dhe ty të ndikon pikërisht te çështjet e dashurisë, te çështjet e raportit në çift, mund të njohësh një person që e transformon jetën tënde për mirë, që sjell një ndryshim shumë pozitiv në jetën tënde. Prandaj nga orakulli i kristaleve dhe i gurëve, kristali që unë rekomandoj për këtë muaj, po sigurisht mund ta përdorësh në çdo kohë që ti ke nevojë për këtë energji, është pikërisht lapis lazuli që lidhet me energjinë e peshores, është ideal për të përdorur që me datë 2 prill, gjatë hënës së plotë në peshore. Mesazhi thotë sytë e tu e shohin të vërtetën, merr një vendim racional dhe ndiq intuitën tënde. Pra ti intuitën e ke të zhvilluar në këtë kohë shigjetar, ndoshta ke shumë të drejtë, ajo që ti po parandjen që do të ndodh në vendin ku ti jeton, ka gjasa që të ndodhë dhe vendimi për të shkëputur, për të larguar apo për ta bërë këtë ndryshim, mund të jetë vendimi i duhur. Por lapis lazuli të ndihmon në këtë proces që mos të nisesh thjesht me atë zjarin, me atë euforin, me atë intensitetin, por të ndihmoj që të marrësh vendime me strategji, me logjik, në formë racionale, por në të njëjtën kohë duke balancuar edhe intuitën tënde. Prandaj është një nga gurët që është përdorur që në antikitet dhe njihet edhe si guri mbretëreshës ose guri i Kleopatrës, përdorur shumë nga Kleopatra për aftësitë e saj strategjike, aftësitë e saj diplomatike, aftësitë e saj për të bërë për vete persona dhe perandore, persona shumë të pushtetshëm. Lapis lazuli, nëse jeni në një raport në çift, do t'ju ndihmoj që të shprehni nevojat që keni dhe që të merrni suportin maksimal nga ana e partnerit dhe e partneres. Është një gur shumë i mirë për të mbajtur për çdo që ka punë, që ose jep mësim, ose jep klasa, që punon me klient, nëse ke punë ku ti je online, nëse ke punë ku ti merresh me shitje, pra ke një kontakt me popullin, me njerëzit, është shumë mirë të mbash me vete lapis lazulin. Nëse jeni të interesuar për bizhuteri me cilësi të lartë të lapis lazulit tek websajti im, mund të gjeni vath, varse, unaza, byzylyk dhe dërgesat bëhen në të gjitha vendet e botës. Mund t'i porosisni në www.goldentruthtarot.com, linkun e gjeni këtu tek video dhe poshtë tek përshkrimi. Gjithashtu, nëse jeni të interesuar për një lexim privat me mua, mund të rezervoni direkt nga websajti në goldentruthtarot.com. Ju falenderoj shumë që më ndoqët shigjetar, ju uroj një muaj sa më të mbar dhe bashkë të dëgjohemi në videot e ardhshme. Gjithë të mirat, mirupafshim.